Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Në këto momente ju ftojmë të lutim së bashku mbrëmsorën e parë të së dielës. Jemi në javën e 4 të kohës së ardhjes. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Fjalën shpëtuese të të gjithëve që del nga goja e Atit, merr namën e pastër, Virgjër Marie lume. Ta shtyt ndriçon shpirti qiellor me hije të ngjizjes, që Krishtin hy ta mbartësh birin baraz me Atin. Kjo është dera e tempullit të shenjtë, gjithnjë e mbyllur, përveç princit tepërm, pragjet hynore i hapen. Dikur premtuar profetëve lindi para Luciferit, e lajmëron Gabrieli dhe Zoti për mbi tokë zbriti. Tokë ëngjëjt të gëzohen dhe të kaldojnë gjithë popujt. I larti vjen i thjesht të shpëtoj çka kishte vdekur. Krisht mbret i drejt, lavdia të qoftë ty dhe Atit, me shpirtin shenjtë ngushëllues, ndër shekujt e amshueshëm. Amen. Antifona e parë. Ja, është afër ai që e prisnin mbar kombet. Shtëpia e Zotit do të jetë plot me lavdi. Aleluja. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemi, qyteti të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmbët tona shkelën në dyert e tua, o Jerusalem. O Jeruzalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullorës në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty. Mbretroft paqja në muret e tua, dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi do të them, paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit, hyju ton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja, është afër ai që e prisnin mbar kombet. Shtëpia e Zotit do të jetë plot me lavdi. Aleluja. Antifona e dytë. Eja o Zot, mos vëno, liroje popullin tënd prej mëkateve. Psalmi 130, prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot, dëgjoje britmën time, leta dëgjojnë veshët e tu zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kur do të qëndroj para teje, por te ti gjendet falja, që të dim të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirtim shpreson në premtimin e ti. E pret shpirtim Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse të Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Eja o Zot, mos vëno, liroje popullin tënd prej mëkateve. Antifona e tretë. Erdhi plotësia e kohëve. Hyi e dërgoi birin e vet në tokë. Kënga marrë nga letra e Filipianëve kapitulli 2 të rreshti 6 deri 11. Krishti shërbëtori hyit.
Krishti Jezus edhe pse me natyrë hy. Barazinë e vetë me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. Por ja mohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz. dhe përka pamja jashtme. Dukej vetëm njeri. E përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë I atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Erdhi plotësia e kohëve, hyi e dërgoi Birin e vet në tokë. Leximi i shkurtër, marr nga letra e dytë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 3, rreshtat 8b deri 9. Te Zoti një ditë është si 1000 vjet, po edhe 1000 vjet janë si një ditë e vetme. Nuk vonon Zoti ta çojë në vend premtimin, si disa e mendojnë të ngadalshëm, por është i durueshëm me ju, se nuk do që ndokush të birret, por do që të gjithë të kenë mundësinë të kthehen. Përgjigje e shkurtër. Eja dhe na shpëto o Zot, hyj i gjithësisë. Eja dhe na shpëto o Zot, hyj i gjithësisë. Na trego fytyrën tënde dhe do të shëlbohemi. Hyj i gjithësisë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Eja dhe na shpëto o Zot, hyj i gjithësisë. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. O Emanuel, mbreti dhe ligjvënësi ynë, shpresa dhe shpëtimi i popujve. Eja e na shpëto, o Zot, hyj ynë. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brorit hyj i shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim bishërptorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyj i gjithë pushtetshëm. I shejtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenorëve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin çto han. E të pasurit i nisi duar thot, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si o apati premtuar ejtërve tan, në të mirën e Abrahamit të pasarsve të tij në amshim. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Emanuel, mbreti dhe ligjvënësi ynë, shpresa dhe shpëtimi i popujve, eja e na shpëto, o Zot, hyj ynë. Lutjet e besimtarve. Përzemërsisht t'i lutemi shëlbuesit ton, i cili erdhi tu asjell lajmin e gëzueshëm të varfërve, dhe t'i themi: Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Shfaqu para të gjithë atyre që nuk të njohin, që ta shohin shpëtimin tënd. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Emri yt le të shpallet deri në fund të botës, që të gjithë njerëzit ta njohin rrugën tënde. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Erdhe për herë të parë në botë që atë ta shëlbosh. Kur të vish prap, mos lejo që të turprohemi ne që në ty besojmë. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Ti që u dhe njerëzve lirinë e bijve të hyjit, mbroje edhe tash me veprimtarinë tënde të shëlbimit. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Ti
Ti që do të vish si gjyqtar, falu atë ndjerëve shpërblimin e amshuar. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Ati ynë që je në qiell, u shentroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, po afrohet festa e lindjes së birit tënd. Ai deshi të bëhet njeri prej Virgjës Mari dhe u lidh përgjithmonë me natyrën tonë njerëzore. Le ta dëftoj mëshirën tënde kundrejt nesh, shërbëtorëve të tu të padenj, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.